ushqimi është shëndeti juaj, ilaçet janë ushqimi juaj. Duket pak si loj fjalësh, por nëse e thua pak avash, e kupton se sa e rëndësishme është. Nëse hipertensioni te fëmijët ka qenë në shifra deri 4%, sot në Europë dhe në vende të tjera, në kontinente të tjera shkon 7 deri 8%. Në studimet e fundit është vërtetuar dhe është treguar që vetëm me ndryshimin e stilit të jetesës ne kemi reduktim të vdekshmërisë në masën 52%. Por nëse kthehemi dhe pyesim, apo ushqehemi shëndetshëm, apo bëjmë aktivitet fizik aq sa duhet, sepse të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë po na tregojnë 80% e fëmijëve nuk bëjnë aktivitetin e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të gjithë fëmijët të cilët kanë hipertension dhe janë obez kanë 2 fish risk në krahasim me popullatën tjetër që nuk e ka, në moshën 35 vjeç të realizojnë një vdekje. Më vjen keq që e them një vdekje, por janë statistika që ne thjesht i marrim të gatshme nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe duke i ditur duhet të luftojmë për shëndetin kardiovaskular që herët. Duket sikur dëgjojmë gjithnjë më shpesh për raste ku persona të rinj në moshë humbasin jetën për shkak të problemeve me zemrën dhe ndodh shpesh që janë njerëz që duken të shëndetshëm, domethënë të paktën në pamje të parë duket sikur nuk vuajnë nga probleme kardiovaskulare, nuk abuzojnë me duhanin, me alkoolin dhe ndoshta nga që edhe vetë jam pak hipokondriak, por ndonjëherë kur lexoj këto lajme ose kur dëgjoj për njerëz që edhe i njoh, për shembull miq ose të afërm, më kap frika dhe në momentin e parë që mund të ndiej një dhimbje në gjoks, më shkon mendja që mos është shenja e parë e një infarkti. Është gjithmonë lidhet me stomakun, probleme me tretjen muskulare dhe dua ta filloj me pyetjen e parë, domethënë para se të kalojmë tek këshillat, nëse mund të bëjmë një ndarje ose një lloj konteksti, domethënë çfarë është infarkti dhe çfarë janë sëmundjet kardiovaskulare. Me shumë të drejtë e the që nëse ke një dhimbje gjoksi, me të shkon mendja që mund të jetë një problem kardiak. Absolutisht po, që një dhimbje në katin e sipërm i themi ne, ose një dhimbje gjoksi nuk duhet të na shkëlohet, sepse e para njëherë duhet ta diferencojmë nëse është dhimbje kardiake ose jo kardiake. Ne nuk e dim historinë e një individi për të thënë që është i smur nga zemra ose jo. Atëherë çfarë ndodh në këtë raste? Pasi kemi marrë një anamnezë të rëndësishme dhe të hollësishme, ne e kemi orientuar individin nëse ai duhet të vazhdojë më tej me ekzaminime të tjera për të ndarë që kjo dhimbje është kardiake ose jo, sepse siç e thatë dhe ju, që ajo mund të vijë nga stomaku, mund të vijë nga çrregullimet e tretjes, mund të vijë nga strukturat rreth zemrës, mund të vijë nga problemet të kolonës. Është e vërtetë që në ditët e sotme ne nuk duhet të anashkalojmë një dhimbje që ndodh, një dhimbje gjoksi. Pse do thoni ju? Sepse ne po shohim që nuk janë më vetëm faktorët tradicional, siç është gjenetika, siç është mosha, siç është duhanpirja, alkooli, por kemi edhe disa faktorë shtesë në ditët që ne jetojmë, që mund të themi çrregullimet e ankthit, është shumë e rëndësishme, pagjumësia, mënyra stili jetesës që bëjnë njerëzit sot, mënyra e ushqyerjes, mungesa e aktivitetit fizik, përdorimi i disa substancave narkotike, të cilat që edhe nëse ne nuk i kemi gjithë këto faktorë rreziku që ne rreshtuam, atëherë këto individ mund të bëjnë ngjarje kardiake. Dëgjojmë shpesh që sëmundjet kardiovaskulare quhen edhe vrasës të heshtur në thonjza. Pse cilësohen si të tilla? Absolutisht po, grupi i sëmundjeve kardiovaskulare është grupi më i rëndësishëm dhe që zë peshën kryesore në gjithë sëmundjet kronike. Sigurisht duke pasuar me sëmundje tumorale, me sëmundjet e mushkrive dhe me sëmundje të tjera kronike. Pse themi që gjithë këto faktorë të rrezikut quhen vrasës të heshtur, sepse nëse ne ato i rreshtojmë, janë të gjitha që nuk japin shenja në trupin e njeriut. Atëherë hipertensioni është vrasës i heshtur sepse mund të kemi shifra të larta të tensionit dhe nuk kemi asnjë lloj shenje. Lidhet poshtë miti që kam dhimbje koke, kam tension, më merret mendje, kam tension. Këto shenja mund të jenë, mund të mos jenë, janë shenja subjektive, por mund të kemi tension shumë të lartë dhe ne nuk kemi asnjë lloj shenje. Atëherë nuk do të thotë që mes që s'kemi shenje ai nuk na ka bërë dëm. Sepse çdo shifër mbi 14 me 9, që është shifër jashtë normës,
sigurisht që sjell disa dëmtime në organet e njeriu, që nga plakja e trurit, dëmtim të trurit, mund të sjelli dëmtim të syve, mund të sjelli dhimbje gjoksi ose ngjarje madhore kardiake, siç mund të jetë infarkti miokardit, angina pectoris, mund të sjelli dëmtim të veshkës, insuficiencë renale, mund të sjelli dhe dëmtim të enëve periferike. Pra, ne kemi apo s'kemi shenja, nëse konstatojmë një tension mbi normën, duhet ta vlerësojmë. Iku një vrasës i ashtu. Nëse kemi ndyrna të larta, prap ne nuk kemi shenja në trupin tonë. Mund të kemi ato mbi normë dhe prap dhe ky është një vrasës i ashtu. Nëse jemi obez dhe nuk kemi shenja, shumë mund të ndjejmë pak lodhje dhe themi që jemi pak mbi peshë ose kemi disa kile më shumë, por prap është një vrasës i heshtur. Plus pasaj ushtohet edhe faktorë të tjerë, siç është duhanpirja, që janë stili ose mënyra e jetesës së një individi, siç është keq ushqyerja, siç janë çrregullimet e gjumit. Pra, grupi i faktorëve të rëndësishëm që përcakton shëndetin kardiovaskular të një individi nuk janë faktorë të cilët na japin ndonjë shenjë specifike që ne të themi që shiko se ti nesër do zhvillosh një sëmundje kardiovaskulare. Por ka një gjë që lajmi mirë është që të gjitha këto, nëse ne i konstatojmë në kohë, i vlerësojmë në kohë, i trajtojmë si duhet, gjithmonë si duhet, dhe këtu e theksoj sepse sipas protokolleve, e kemi pak të vështirë në vendin tonë sepse kemi një edukat të mangët shëndetësore dhe duke mos i vlerësuar në kohë, ato na sillin pasoja të rëndësishme për shëndetin e njeriu, mbas ndoshta edhe humbje fatale të një individi. Në fakt më dhe përgjigja në një pyetje që doja të bëja, a është rreziku nga sëmundjet kardiovaskulare diçka që po themi fiksohet, nëse kam patur një mënyrë jetese të caktuar, jo të shëndetshme gjatë adoleshencës, ndoshta deri tek të 20-tat, a ka mundësi që më pas ta rikuperoj apo thjesht disa njerëz i thon vetes që është kjo që është, kam bërë këtë lloj jete dhe tani nuk kam rëndësi ose nuk sa do të ndryshoj, nuk është se do rikuperoj gjë. Është e rëndësishme që për shëndetin të kujdesemi që në fëmijëri. Ndoshta që në fëmijëri është fjala për grupin e sëmundjeve kardiovaskulare, por për shëndetin të rësi kujdesi është që në ngjizje, fëmijëria dhe pastaj gjithë etapat e jetës. Dua të them që të ndodhi një ngjarje e madhe kardiake nuk vjen ashtu rastësisht në qiell të hapur. Kombinohen disa faktorë rreziku. Dhe që të formohet ajo pllaka i do disa dekada, i do 3 dekada. Kështu që dalim në pyetjen tuaj që në fëmijëri, që sidomos në moshën e adoleshencës, duhet të kemi kujdes. Të dhënat e sotme thonë që kemi një rritje të hipertensionit të fëmijët. Shiko sa e rëndësishme është konstatimi këtyre sa më herët. Nëse hipertensioni te fëmijët ka qenë në shifra deri 4%, sot në Europë dhe në vende të tjera, në kontinente të tjera shkon 7 deri 8%. Shiko sa e rëndësishme është, por amane nga ana tjetër tham që hipertensioni është një nga faktorët e rrezikut, kështu që sa më shpejt të kujdesemi, si të sillemi sot, kështu duhet shëndeti ynë pas 10 ose 20 vjetësh. Dhe kjo nuk përfshihet jo vetëm konstatimi i tensionit, edhe i dislipidemive, janë disa lloj çrregullimesh të yndyrnave që ndodhin, janë familjare, që ato neve nëse jemi të kujdesshëm, duhet i konstatojmë që në moshën 2 vjeç janë disa elemente, disa faktorë rreziku që sa më shpejt i kapim, aq më mirë do jetë në dekadat që vinë. Prandaj është e rëndësishme mënyra se si ushqehemi që në fëmijëri dhe stili jetesës që bëjmë sa më herët. Sepse me studimet e fundit dhe sidomos para një viti në një nga kongreset e aterosklerozës, kongrese të shoqatës europiane të kardiologjisë, është vërtetuar dhe është treguar që vetëm me ndryshimin e stilit të jetesës ne kemi reduktim të vdekshmërisë në masën 52%. Shiko sa e rëndësishme është mënyra se si ne ushqehemi dhe si jetojmë. Por nëse kthehemi dhe pyesim, apo ushqehemi shëndetshëm? Apo bëjmë aktivitet fizik aq sa duhet? Sepse të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë po na tregojnë që fëmijët 80% e fëmijëve nuk bëjnë aktivitetin e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Çfarë bëhet me këta fëmijë? Se janë 80%. Çfarë bëhet kur këto bëhen adult? Dhe të gjithë fëmijët, të cilët në fëmijëri kanë hipertension,
në moshën 35 vjeç kanë hipertension dhe janë obez, është shumë e rëndësishme edhe mbi pesha, sepse obeziteti është smundje dhe ju e shihni se sa për masa ka marrë, është bërë shumë shqetësues, është një shqetësim global. Të gjithë këta që në fëmijëri kanë këto dy element, kanë dy fish risk në krahasim me popullatën tjetër që nuk e ka, të kenë në moshën 35 vjeç të realizojnë një vdekje. Më vjen keq që e them një vdekje, por janë statistika që ne thjesht i marrim të gatshme nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe duke i ditur duhet të luftojmë për shëndetin kardiovaskular që herët. Me që jemi tek stili i jetesës. Zakonisht kur flasim për stilin e jetesës, përmendim rëndësinë e dietës, të aktivitetit fizik, mos përdorimin e alkoolit dhe të duhanit, po mendoj që nuk flasim aq sa duhet për rëndësinë e gjumit dhe jam kurioz sa i rëndësishëm është gjumi dhe a janë të rëndësishme vetëm bërja e orëve të plota apo dhe rregullësia e orareve, domethënë fjetja në orare të rregullta, në të njëjtat orare çdo ditë. Është pyetje shumë interesante, se deri para pak kohësh nuk është folur fare për gjumin, për lidhjen e gjumit me sëmundjet kardiovaskulare, absolutisht jo vetëm për grupin e sëmundjeve kardiovaskulare, por për gjithë shëndetin e njeriut. Nëse deri para pak vitesh artikulohej 7 zakonet e jetës, si mirëushqyerja, aktiviteti fizik, ruajtja e niveleve të dhura të sheqerit, ruajtja e yndynave, heqja e alkoolit e duhanit, nuk artikulohej fare problemi i shëndetit mendor. Por tani nuk ka më 7 zakone, është shtuar dhe një zakon i 8 që është çrregullimet e gjumit. Është shumë e rëndësishëm që të kemi një gjumë të plot edhe të rehatshëm, sepse ndikon patjetër në shifrat e larta të tensionit, në shfaqjen e nervozitetit, në rritjen e nivelit të stresit dhe dihet që sa më i lartë jetë niveli i stresit, aq më shpejt do na dalin në pa sëmundjet kardiake. Ka një korrelacion midis stresit dhe rritjes së tensionit arterial. Dhe pastaj tensioni arterial na sjell ato pasojat e tjera që tha më lart. Kështu që edhe çrregullimet e gjumit në ditët e sotme që kemi një rritje të individëve të cilët vuajnë nga shëndeti mendor, po flitet për ditë më shumë, që janë rritur çrregullimet e ankthit, çrregullimet e gjumit, depresioni, është bërë dhe ky një problem global, sigurisht që e kemi shumë të rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje dhe individëve të cilët kanë çrregullimet e gjumit. Një nga pyetjet e një specialisti të mjekut familjes, të një internisti ose të një kardiologu është: a fler e hatshëm, a ke probleme me ankthin, a ke çrregullime gjumi, sepse formohet dhe plotësohet ai puzzle i vuajtjes së një individi. Po të fjeturit më gjatë se ç'duhet ose të zgjuarit vonë, nuk e di, ndikon apo ja. Jo, duhet i përmbajemi orës biologjike. Është, domethënë, është e rëndësishme që ne të bijem dhe minimalisht sipas grup moshës janë edhe oraret e caktuara të gjumit, por mendoj që një i rritur deri 7 deri 8 ore ka mjaftueshëm. Jo siç bëjnë të ri tani që flen në 2 të mëngjesit e ngrihen në 2 të drekës. Absolutisht që ato do të jenë në shtrat në orën 11:30, të ngrihen herët, sa më të shëndetshëm ta bëjnë gjumin, aq më mirë do ndihen për ditën tjetër, se do jenë më të çlodhur, do jenë më të zgjuar, do jenë më energjik dhe do jenë më produktiv. Një nga faktorët e rrezikut është dhe duhanpirja dhe janë tani më të ditura se çfarë i shkakton sistemit kardiovaskular, po jam kurioz të di si ndikojnë këto vaping ose cigaret elektronike, domethënë na përbëjnë rrezik apo jo? Absolutisht po. Sigurisht që duhanpirja është një nga faktorët që neve kemi si një nga ato pikat tona të dobta për sëmundjet kardiovaskulare. Sa më shumë duhanpirës të jetë individi, sepse një dajmë të mesëm, të lehtë, të mesëm dhe të rënd, aq më shumë rritet risku për të pasur sëmundje kardiovaskulare. Duhani krijon ato terrenin e përshtatshëm për të zhvilluar sëmundjen kardiovaskulare, sigurisht duke u kombinuar dhe me faktorë të tjerë të rrezikut, siç është mosha, siç është diabeti, ose çrregullimet e yndyrnave, niveli i stresit. Për sa i përket formave të tjera, sigurisht që janë dhe ato po kaq të rrezikshme për shëndetin pulmonar, por dhe për shëndetin e zemrës. Dua të them që vetëm nga duhanpirja shkaktojnë 8 milion vdekje në vit në botë. Shiko se sa
e rëndësishme është heqja e duhanit. Plus që thuhet që një cigare e rrit tensionin për 10 minuta. Do të thënë janë element që në duket sikur nuk të bëjnë gjë, si ta vrasës të heshtur, por nëse ne I shohim një nga një, ato kur bashkohen bashkë nuk është më një faktor rreziku. Atëherë rreziku rritet me progresion gjeometrik. Sa më shumë faktor rreziku të kemi, aq më shumë të rrezikuar jemi. Dhe individi bashkë me mjekun, duke vlerësuar rrezikun, nëse është rrezik I ulët, I mesëm ose I lartë, atëherë mjeku ka për detyrë që t'i thotë, nëse ky është individ që është hyrë tek me risk të mesëm të bëjnë luftën për të shkuar te risku ulët. Nëse ai është me risk të lartë të shkojë të mesëm ose më të ulët, duke hequr gjithë faktorët e rrezikut që ne mund të ndikojmë. Pra faktorët e modifikueshëm, sepse ne I ndajmë në faktorë të modifikueshëm dhe pa modifikueshëm. Te faktorët e modifikueshëm hyn dhe duhanpirja, hyn stili I jetesës, hyn mbajtja nën kontroll e presionit arterial, një gjumë I rehatshëm, mbajtja nën kontroll e vlerave të sheqerit në gjak, sepse themi që diabeti është një faktor rreziku madhor. Atëherë, vetmja gjë që ne nuk ndërhyjmë dot janë faktorët e pamodifikueshëm, siç është gjenetika, ose siç është mosha, ose seksi. Ne folëm për faktorët që individët, më thënë njerëzit I kanë në dorë për t'i kontrolluar, po duhet të ndalemi pak edhe tek faktorë të tjerë që nuk I kemi, nuk janë në dorën tonë. Dhe një nga ato është dhe po themi klima ose temperaturat e larta që siç po I përjetojmë këtë verë dhe që duket sikur sa vjen dhe bëhet më problematike, domethënë vera bëhet më e gjatë, më e nxehtë dhe jam kurioz çfarë ndodh brenda trupit ton, sidomos në lidhje me zemrën, kur gjendemi përballë temperaturave kaq të larta për disa ditë me radhë, domethënë as forcohet ajo më shumë gjatë periudhave me nxehtësi ekstreme. Një nga faktorët që ndikojnë janë dhe faktorët klimaterik, sidomos rritja e lartë e temperaturave, e cila ka filluar çdo vit të bëhet edhe më e dukshme dhe më e shprehur. Siç po e shohim edhe në vende të cilat nuk është artikuluar asnjëherë temperatura të larta, si Gjermania, Londra, Franca, por shohim që kemi një rritje anormale të temperaturave. Do të thënë Europa sot ka një temperaturë 2 fish më të lartë se çka ka pas më përpara. Kjo ndikon edhe në shëndetin kardiovaskular, sepse një nga elementët të cilët ne kemi në vëmendje është edhe temperaturat edhe klima. Si ndikon ajo në shëndetin kardiovaskular? Ndikon sepse duke pas temperatura shumë të larta, ne kemi një djersitje të shtuar dhe trupi nuk e nxjerr të gjithë nxehtësinë jashtë. E ka shumë të vështirë të bëj përshtatjen kur kemi temperatura kaq të larta, sidomos kjo është e vështirë për fëmijët, është e vështirë për individët mbi 65 vjeç, për të smurët kronik, është e vështirë pse jo edhe për të gjithë popullatën. Më thënë, duhet që në këto temperatura kaq të larta zemra të punojë 2 deri 4 herë më shumë se ç'punon në kushte optimale. Kështu që ky është një element shumë I rëndësishëm dhe ka të bëjë direkt me rritjen e temperaturave të larta. Por çfarë ndodh? Në këtë rast ne kemi një dehidratim të trupit, daljen jashtë të lëngjeve dhe pse jo edhe të kriprave. Pra kjo dalja jashtë e këtyre lëngjeve shkakton një dehidratim të trupit. Por kur kemi këtë lloj situate të një individ, na manifestohet me disa shenja, të cilat mund të jenë dhimbje koke, lodhje, marramendje, mund të kemi rritje të pulsit, mund të kemi deri në humbje të vetdijes, pse jo deri në humbje të jetës. Shikoj se sa e rëndësishme është që ne të jemi të shëndetshëm për ta bërë këtë termorregullimin sa më të shpejt dhe më të plot. Sigurisht që të vështirë kanë të smurët që vuajnë nga hipertensioni, të smurët që vuajnë nga çrregullimet e ritmit, të smurët që vuajnë nga insuficienca kardiake, të smurët që janë obez, të smurët të cilët vuajnë nga diabeti, të smurët që vuajnë nga sëmundjet pulmonare, këto e kanë shumë herë më të vështirë që ta bëjnë këtë përshtatje, prandaj neve këtyre grup njerëzish të cilët janë mbi 65 vjeç dhe vuajnë nga sëmundje kronike, sigurisht që u japim disa masa shtesë. Dhe një nga masat shtesë, përveç modifikimit të mjekimit, përveç ruajtjes dhe këshillat që janë të vlefshme për të gjithë njerëzit, si ndëndja në ambiente të freskëta, si veshja me rroba sa më të lehta, mbajtja e kapeleve, ose për disa njerëz të cilët nuk e kanë të domosdoshëm daljen, mund edhe të mos dalin nga shtëpia. Duhet të dalin vetëm nëse kanë gjëra shumë të rëndësishme,
edhe këto të jenë të shoqëruar ose me masa shtesë për ta kaluar sa më lehtëshëm. Një nga masat shumë të rëndësishme është hidratimi. Është shumë e rëndësishëm marrja në mënyrë periodike ose në sasi të shtuar të ujit, sepse uji është një regulator i presionit arterial, gjithashtu e ndihmon individin që përshtatja të bëhet sa më e butë dhe të gjitha këto ankesa që tham ne si dhimbja e kokës, marramendja, takikardia, sigurisht që nuk shfaqen nëse ne hidratohemi në kohë. Ajo që doja të theksoja është që ne të marrim ujë dhe pa pasur etje, sepse nëse ne kemi etje tregon që dehidratimi ka filluar. Kështu që ka shumë rëndësi që në këto ditë kaq të nxehta ne t'i paraprim pa na kërkuar trupi, pa dhënë sinjale trupi. Ka mjekime kardiovaskulare që kërkojnë ndoshta vëmendje të veçantë gjatë periudhave të nxehta ose periudhave të temperaturave. Absolutisht po, kjo është një pyetje shumë interesante, sepse ne kemi persona të cilët mund të jenë stentuar, që vojnë nga probleme të ngushtimit të enëve koronare dhe mund të kenë bërë ndonjë ndërhyrje në 6 muaj ose vitin e fundit. Ato kanë në protokollin e mjekimit një medikament të shoqëruar me aspirinën që quhet klopidogrel ose prasugrel dhe zakonisht në temperatura të larta ose në verë mundet të kemi shfaqjen e disa njollave në trup dhe kjo nëse individ të tillë që marrin këtë lloj preparatesh duhet konsultohen me mjekun kardiolog që i ndjek sepse ai do modifikojë mjekimet për të mos pasur këto efekt ansor që kanë mjekimet. Medikamentet të tjera të cilat duhet të kenë kujdes të smurët kronik janë të smurë që vojnë nga insuficienca kardiake, sepse ato marrin disa lloj mjekimesh që ne i themi shkarkus, ose dhe vetë pacienti i thotë shkarkus. Mirë po, ato i kanë të domosdoshme marrjen e këtyre medikamenteve dhe ato janë disa medikamente të cilat mund të gjatë përdorimit të tyre mund të kemi humbje të kriprave, të natriumit, të kaliumit, të magnezit, janë disa element specifik, të cilët ato ju mbasim edhe nga djersitja e tepërt. Kështu që duhet që pacientët që marrin preparate të tilla të konsultohen me mjekun kardiolog që i ndjek për ta kaluar sa më lehtëshëm këtë situatë. Po në lidhje me ushqime, domethënë ka ushqime që ndoshta janë më të mira në thonjse ose më të shëndetshme gjatë periudhës së verës. Është shumë e rëndësishme edhe vlerësimi i ushqimeve. Para njëherë duhet të jenë ushqime të freskëta, jo të ndënjura, sepse në këto ditë kaq të nxehta kemi edhe shumëfishimin e bakterieve të mikrobit të cilat përveç se mundet mos të jenë të përshtatshme, po mund të na japin disa probleme të tjera si probleme të diares, probleme të vjellave, të cilat dhe nga këto ne mund të humbasim kripra. Atëherë çfarë ndodh? Janë disa ushqime të cilat janë të pasura me kalium ose me magnez dhe në situata të tilla ne duhet të rekomandojmë pacientëve ushqime të cilat të jenë të freskëta, të jenë të pasura me kalium dhe magnez, pse jo të marrin edhe suplemente të kaliumit dhe të magnezit. Ushqime të tilla mund të jenë bishtajoret, siç janë fasulet, barbunjat, të pasura me kalium është patatja, janë kumbullat e thata. Të paktën këto pacientët të cilët vojnë nga insuficienca kardiake i dinë sepse neve mund të kemi këshilla për pacientët të rishtas, por pacientët që janë kronik dhe kanë një ndjekje të rregullt me kardiologun, sigurisht e dinë këto lloj ushqimesh që ato duhet të kenë kujdes në verë ose në temperatura shumë të nxehta. Një ushqim tjetër i pasur me kalium është edhe banania. Por pacientët të cilët kanë probleme me veshkën duhet të jenë pak të kujdesshëm për ushqimet të cilat janë të pasura me kalium, sepse dihet që këto pacient një nga çrregullimet që kanë rritjen e kaliumit. Kështu që këshilla ime është pacientë të cilët vojnë nga insuficienca kardiake dhe insuficienca renale, që është zemra dhe veshka, dy elementë shumë të rëndësishëm, duhet të kenë pak kontakte më të shpeshta me mjekun specialist që ndjek, pse jo që mund të bëjnë dhe ndonjë analizë më shpesh se sa e bëjnë në stin të tjera ku nuk ka temperatura kaq të larta. Një pyetje të fundit, domethënë për ta mbyllur me një gjë pak praktike. Për një njeri, po themi mosha nga 25 deri në 45 vjeç që ndihet mirë, nuk ka shqetësime, po do ta marr seriozisht shëndetin e sistemit kardiovaskular dhe të zemrës, cilat do ishin, po themi, 5 gjëra që duhet të bëj duke filluar nga nesër, domethënë 5 gjëra praktike ose 5 gjëra të thjeshta, domethënë kontrolle, ndryshim të
zakoneve të përditshme. Përgjigjen e kësaj pyetje do ta nis me një postulat të Hipokratit, i cili thotë që ushqimi është shëndeti juaj, ilaçet janë ushqimi juaj. Duket pak si lloj fjalësh, por nëse e thua pak avash, e kupton se sa e rëndësishme është. Edhe unë këtij grupi 25 deri 30 vjeç do thoshja që të fokusoj te një ushqim i shëndetshëm. Se çfarë han 25 vjeç do ta kenë shëndetin 35 edhe 40 vjeç. Është shumë e rëndësishme. Të mos abuzojnë me alkoolin, të mos abuzojnë me duhanin, të bëjnë shumë aktivitet fizik, të jenë të fokusuar për të bërë një gjumë shumë të mirë. Gjithashtu, nëse kanë në rrethin e tyre përpara, do me thonë prindërit, gjyshrit, njerëz që kanë kaluar infarkt ose ngjarje madhore kardiake ose një insult cerebral, atëherë ato duhet jenë më të kujdesshëm për të bërë kontrolle çdo vit tek mjeku i familjes ose te specialisti, sepse duke i verifikuar sa më shpejt faktorët e rrezikut, më të shëndetshëm do të jenë në të ardhmen. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesë. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.